mandateve të Këshillit Bashkiak Prenjas, i përbërë nga zonja Tudor Maka, Violeta Mema, Besa Petekalicin. Raport mbi plotësimin e vakancës në Këshillin Bashkiak Prenjas me kandidatë shumë emërore i koalicionit bashkëfitoi. Bazuar në shkresën e dërguar nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, numër protokoll 7329, datë 10/12/2025, protokolluar në protokollin e Bashkisë Prenjas me numër protokolli 2921, datë 12/12/2025, me objekt njoftim për vazhdimin e procedurave për dhënien e mandatit. Komisioni i mandateve në Këshillin Bashkiak Prenjas mori në shërbim në zhvillimin e procedurave. Pas verifikimeve të nevojshme të bazës ligjore të cilës i përket ky akt dhe përkatësisht mbështetur në ligjin numër 139/2015, datë 17/12/2015, përveç qeverisë vendore, neni 49, mandati këshilltarit dhe neni 50, vetimi i rregullore së funksionimit të Këshillit Bashkiak Prenjas. Neni 13, vetimi i këshilltarëve si dhe kodi zgjedhor në Republikën e Shqipërisë, neni 164. Ndërprerja e mandatit dhe zëvendësimi i vakancës. Komisioni i mandateve në Këshillin Bashkiak vendosi të propozojë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak miratimin e plotësimit të vakancës me kandidatin nga lista shumë emërore e koalicionit bashkëfitojnë zonja Blerina Kosin Kantula. Pasi u krye dhe vetimi, siç e përcakton ligji, përveç qeverisë vendore neni 50.1 dhe rregullore e Këshillit Bashkiak numër 13. Zonja Blerina mund të shohim në kam dhe miratojmë raportin, është pro raportit të pajisë të Komisionit Mandateve. Atëherë, kur unë kemi mbaruar shkëlquri formulën e vetimit, ju do të thoni betohen. Betohen ndentim, se do të kryejmë ndërgjegjit e tyre në anëtarit të Këshillit Bashkiak dhe do të biten kushtetues dhe ligjeve. Betohen se në gjithë rrugën time do të udhëhiqem nga interesat e shtetësve të Bashkisë Prenjas dhe të punoj me dëshmëri e kushtim për zhvillimin dhe rritjen e mirëqenies tyre. Urime sukses. Pra nga ky moment, vakanca është përfaqësuar, kështu që zonja ka drejtën e pjesëmarrjes në votim në për çdo që ne faleminderit, vazhdojmë me pikën tjetër për miratimin e ndihmës ekonomike me 6% të fondit të kushtëzuar të blok ndihmës me radhë me radhë. Me qërë të sytë të këto. Partuar për 6%. Ka forca, pjesë ka hyrë, një pjesë nuk ka hyrë. Si funksionon, si duhet aplikojnë, sepse dhe kur kanë aplikuar persone që kanë merituar, në aplikimin e sigurisë është shumë gabim që nga vetë punojësi. Ka informacion dhe ka dhe persona që ata e fejtë, janë grejko. Ata që ka ishë kontrolin e sistemit, që ka përnë do janë administratorë shumë. Ata ishi shpi për shpi. Ishi shpi për shpi, e ti një që edhe që në shpi për shpi. Ishte kontrolin e Bashkisë Prenjas, që në Shqipëri. Ta shi erdi nga... Atë mund që nuk ka nevojë për probleme, por ka nevojë që para lokalit të bëjë një sistemi, që të rritën deri lokalit të rritë gjithë. Këtë gjë bëjmë si vjetë. I merri me emër për veçën, për ja them para i shvetit. Ime ekonomike është që për posta. Kemi iminet të javë, në që kemi që 20 javë, që ke putë në punë, për një projekt qeverisë, për të mishteru, me 20.000 lekë muaj, me 4 orë, edhe me sigurime. Me zi kemi gjithë. Për arsye se gjithë njërë drejtohen nga një ekonomike, e cila është një gjë që nuk do i ka asnjëherë.
Qeveria po thotë tani, merrin dineratomikë dhe mos bëni investime. Tani më merri me ata që i ka hequr sistemi, nuk bëjnë gabim. Si? Po mi më të shohë, po se merë benë e ka bëllu mikë në këtë. Po mi të shifë për të gjëra, të kasi për gjithë gjëra. Si? Me rrugën e lagjës, nuk duke qëtë. Ka pasin në darë tjerë. Për të darë të nërë, s'ka bazë. Po pra, nuk, unë kam thënë që i mërë në mandat s'ka mërë. Shumë gjë. Po, tjetër përka. Ska, kanë votim, pro, kundër, abstenim, ska, miratuar, faleminderit. Përmiratimi e kriteret të dhënës së ndihmës ekonomike nga fondi kurzuar për blok ndihmën ekonomike për vitin 2026. Pra janë këto kriteret që i miratuar me këto vit. I keni parë, besoj në të gjithë, kush mendon që duhet shkruar diçka, duhet të hequr diçka. Sepse këto janë kriteret që propozojnë. Keni po pra po dhe ne përmëtoni dhe ne bëjmë pra nëse dikush ka diçka pra për shtuar dhe kriter që mendoni që është thelbësor ndikon në marrë ose në mos marrë. Nuk ka dhe votim atërë se shkoj kemi gjeshje të shështro, dorën, kundra, abstenim, ska, miratohet, faleminderit. Qësipa. Projekt vendim për miratimin e kriterijeve të dhënës së ndihmës ekonomike nga Fondi Social për vitin 2026, pika 6 e pra, Bashkia Prenjas nga Fondi Social, ne kemi miratuar pothuajse çdo muaj se siç kanë ardhur, pra dhënë një ndihmë për familjen në nevojë nga ky fond. Dhe kemi miratuar dhe kriteret kush përfiton për vitin 2025. Dhe kemi bërë tashmë për vitin 2026 përsëri na propozohen kriteret për familjet që përfitojnë. Nga fondi social e thashë dhe unë. Ka do një shtesë, po, argju? Nëse e pika dhe, nëse shtoj, familja e probleme të tjera, sociale, presje dhe shëndetësore. Nuk bëjnë, lejohet, pavarësisht se ti ke kushtim më lartë dhe ke pika më lartë, dhe të tjera, po janë të pika që akoma s'ka hyrë në sistem për të trajtuar nga pak, po ka mund të kenë një pipri, një operacion, mund të kenë një dorime një apo se lexova se pash ku është specifikuar shëndetësore. Se edhe u ke pjesa e parë, u ke parë dhe ku, qoftë se. Thjeshta përfshirë si koncept kjo është pjesë e atyre që vazhdojnë të Atë propozon që tek pika, të cilat pika ne. Aftësinë, ne është në proces të ka probleme. Pjesë që po është përfshirë, edhe në mendoni që është e përfshirë. Është e përfshirë. Dhe problem shëndetësor kush futet? Dhënia e veshit për shembull. Kjo problem shëndetësor që nuk ka shëndim. Do ta përcaktojë doktori me çështë. Se shumë kjo probleme shëndetësore.
Ska kalojmë vot. Po. Kam një propozim grave në Europshtetë kryet. Kundra, abstenim, ska, miratohet, faleminderit. Pika 7 për përcaktimin e kriterëve për përfituesit e fondit të rezervë dhe fondit social për ndihmë financiare për vitin 2026. Pra, nga 3 burime të përfitosh mbështetje. Besim. Ka ishte kjo shtata fondi, fondi. Tani për të jarë të qëtërarë se kësë nuk e me përpimi. Kemi këllur qyshë një. Fondi rezervë dhe fondi Vështere sociale, nuk ketë më kritere. Prefektura, në përgatitarë të ne, nga gjithë njëri që njëtë ligjën e gjësia, për parë kanoshën me dhe një këshili, përdojë fondin e rezervë. Dhe dhështë dhjatë filan. A I thotë të ne dhe me të drejtë, këti dhjatë filan për arsye pse dhjatë. Edhe kemi atuar në listë që të kriteret dhe për përdorë fondin e rezervë, dhe është mëse drejtë, ne kemi së kriteret. Qofë se njëra I do matë mështerin në fondin e rezervë, I të son kriteret, do kemi mështerin financiar. Dhe në kriteret që në kapturë, dhe do të me ato I kështilit për arsye se ju jeni ata që ka do një. I ka në një legët për që një matë. Pra në është për të. Edhe, a jeti për gjithë shumë mirë, po të kur vini këtu të shqipë dhe financa dhe kjeve I gjithë zyra pastaj, se ju në të zyra. Zyrat kur vini këtu, vini për të shpeguar të shka, për I përmbejë gjithë materiale, sepse kundërtën, as ju s'doshin këtu, as ne s'doshin. Vetëm shikojmë njënër dhe ndorë në ndorë. Po, kalem motiv. Kush është pro për pikën 7. Kundra, abstenim, ska miratohet. Vendim për miratimin e listës së familjeve që do përfitojnë subvencion qiraje për vitin 2026 të Bashkim Prejës. Keni listë familjeve që kanë aplikuar, është miratuar për listë nëse vreni diçka ose keni propozit të mundshëm për të janë të kërkesa të tjera, po që ato të formë në duatë. Rrezë kërkesa kanë ardhur. Normalisht që proceset e përfituar dhe do të futem. Do të futem muaj të vazhdim. Në këtë rast që ka që prapa vepruese, Po nuk ka të kërkesa. Dhe kalojmë vrejtë, dhe të miratohet këshesë, dhe nuk mund të këtë marsh të asilët. Kërkesa, po vendimisht kanë ardhur kërkesa të tjera, po të sportë të Si trend është në rritje ky kërkesat e këtyre bonuseve që ranë. Nga viti vlerësojnë të divorcuar, probleme sociale që vazhdojnë. një problem që vjen vitet e një koroni që kërsu. Nuk politika e qeverisë, po politika e bashkisë. Politika e të rrjenë, se pati se jenë do ka korupcionat. Akoma se në zëmë. Edhe mos u zërë që nësë jere ka. Shikoni ka shumë që janë të divorcuara, të viktimat të dhunës, I kemi. Këto janë më shumë. Pra, janë dy familje që nëse brenda një viktim, sjellin do të përfshirë. Ose sjellin do I kalojnë. I cili kanollën e hap, shumë prej këtyre kallave që kanë marrë në qiraj, për arsye nuk jetën rrata. Nuk japin kontratë, për të kanë shpituar, për arsye se po nuk u gatërohen në legët.
ofertë. Janë ja 2-3 radhë që mundi të edhe akoma se ka përfituar, me një se me adhuar. Akoma se në një përfituar, për arsye se nuk janë kontratë. Po zili kontratë, ligje ka si të bërë. Kështu që kjo është një problem. Atëherë, tek lista e familjeve, keni njëri për të hequr, të shtuar, për shakuar në shqarim. Në mos kjo dhënë e këtij bonusi për shumë familje, se para vinë po një ditë më na vinë 100, edhe mos po i nxisin edhe vetë për t'i praktikis ato shtëpia, se ato shtëpia po s'u bën mua pastaj se kështu thuhet që s'ka shtëpi me dokument, s'ka shtëpi pasi s'ka shtëpi. Po që po ti më shtë atë me i dim që është pas. La jetimoria minta. Dhe ne po i nxisim po vinë po dhe qytet dhe aty po e praktisin edhe unë po t'i marrë prindrit e mi që janë pensionistë, dhe më prindri me qëra këtu se po dhe vetëm aty. Vinë për një jetë më të mirë. E kam fjallën dhe mos po i nxisim, se kam plot me ata që ato kritere që janë saktuar i plot, se dhe kritere se pas Me kalos për të ne po gjenë kontratë gjithë shumë Shpi në fshat e kanë shpi në fshat? Po shemë dhe shpi e fshat. Pas kanë shumë probleme. Kare vëti, kush është prava? Nëse gjithë vinë kundra, abstenim, s'ka me ato e falendet. Falendet zyrës, falendet për bashkëpunimin, për gëzime për gjithë angazhimin dhe punën e bërë mot më mirë, zyra juaj. Him tek financat, nuk i punojse nuk i punojse për nivelin e pagave, për programin budgetor për pra jam e pikat ndara për bëjmë një diskutim për një përmbledhje në parim të gjitha tyre. Pikave, unë jam janë në vërtarit të bashkisë, stafit dhe këtu, pra bën një sqarim, pastaj pra përgjithshëm, pastaj ne do kalojmë në negativ të tyre ose në pra, që janë të gëdajtë. Faktë të bjera në rëndësishme të bëhet bashki, në buzeti bashkisë për vitin 2026, ku jemi në sfera angazhimit të shmërit i pakut të deri. Përsa përket numrit të punojësve dhe jemi munduar që ruajmë numrin e sot të 2025, me gjithë se kemi sa pozicione të tjera, si ta duke me zëmësuara. Jemi munduar që sektorin e shërbimeve ta kemi më të bushur me numër të ofër, për në samë shërbimet seksore në territor. Pjesa e sektorit pastërim pasionere, si që dini kemi një pjesë që do ta bëjmë me bugjetin tonë dhe pjesa që të bëhet me mënyrë e përcaktuar nga ana jote. Përsa përket numrit të punëtorëve që jemi kujdesur që janë salla pjesë në numrin që janë të evaluar, numër 72 punojës në atë shtëpi, sa që janë gjithë punojës i futen në numrin 325 që numër që është përfshin edhe qerë, kopës që janë në teritorin e bashkisë, por përfshin edhe deri në shërbimet, edhe në pjesa e rrugëve, kështu i ky numër nuk ka. Përsa i përket buxhetit për vitin 2026, është i buxheti i cili shkon në rritje në masën 6%, duke quar në 609 milion lekë për vitin 2026. Ky buxhet vjen nga transferta fakultuar të qeverisë, cila është në masën 304 milion lekë. 166 milion janë gjitha transferta specifike, fondet e deleguara, ne mundojmë në ZSH, mundojmë bordë e kullimit, mundojmë pjesën e
edukatorët kopshtë dhe shërbimit shtetit kanë ato. Ndërsa ata autora për vitin 2026 janë perikuar në masën 128 milionë. Duke parë trendin e vitit 2025, i cili është duke u zhvilluar. Dhe i gjithë ky buxhet është shumë 609 milionë. Neve kemi munduar që ta trajtojmë dhe ta çojmë atë ku ka më shumë nevojë komuniteti. Ky buxhet ka ardhur në të pas, pas janë bërë dhe disa të pjesa në të gjithë territorin e Bashkisë dhe në grupet e interesit. Është marrë mendimi komuniteteve të cilët kërkojnë normalisht më shumë investime në infrastrukturë rrugore, por dhe në mbylljen e rrugëve të cilat janë akoma të bashkuar me asfalt. Në shpenzimet që parashikohen për vitin 2026, pastaj për vitin 2026, investimet pjesa shpenzimet buxhetore do shkojnë për paka shumë 394 milion lekë. Pjesa tjetër do shkojë tek artikulli 602 shpenzime operative, e ky artikull e ky zë buxheti më mirë, ku të gjitha pjesët e pastrimit. Ajo që ne si vjet me pastrimin, për arsye do të ndrojë operatori i cili ishte deri të takuar për incinerimin e fasadave, do kalojë në operator kombëtar. Neve po shikojmë uzim që i çojmë Malik pasi jemi më afër dhe do kemi kohë më të vogël se sa pjesa që ka në Landfitin e Tiranës. Kështu që në këtë zë do kemi edhe pjesën e mirëmarrjes të shkollave. Gjatë vitit 2025 ne jemi treguar kujdes në çdo shkollë ku janë kushtet optimale për zhvillimin e mësimit, por edhe 2026 do marrë pjesën e buxhetit, pasi asnjëherë nuk kemi përsyrë për pjesën e arsimit. Kemi menduar që ky zë buxheti dy shkolla Kypër dhe shkolla Perkazes të kalojnë në rrojë qendrore, duke përshtatur kaldajën e shkollës Kypër dhe duke dëtuar një kaldajë për të përket sistemin ndrojës të Ferrares. E bëjmë të më shumë për arsye edhe kurse disa para, për arsye se pjesa e rrugës zjarrit është përdorueshme kur nuk është me kaldajë. Por të kemi dhe pjesën tjera mbështetëse, siç është edhe pjesa e shkollës Italianile, e cila ka për zhvilluar edhe pjesën e vitit 2026. Pasi siç e dini 20% e fondit. Të gjithë atyre që vinë në qeveria mbështeten në buxhetin e Bashkisë. Po të ky zë, kemi edhe pjesën e mirëmarrjes së qytetit, trotuaret, ne edhe jemi duke punuar dhe për vena vitit besoj jashtëmori i parë vitit 2026. Do të stremojmë gjithë territorin vena unazës së qytetit, me shtrimin me parta dhe kualifikimet urbane të disa lagjeve, siç është lagja që është Maçamin, se cila është një qenie jo të përshtatshme, por edhe pjesë tjera. Edhe kjo do jetë të funksionohet nga ky zë buxhetor. Po ashtu kemi edhe në valën e rrugës rurale. Ne kemi akoma rrugë siç është pjesa e rrajës, e cila fillon tek Rrugurajës deri tek pjesa Skënderbej dhe Bardhaj. Por kemi edhe pjesë rrugës Kroskës të Pishkashit, cilat do mbështeten me këtë zë buxhetor. E kemi lënë që pjesë e kësaj dhe pjesë e gjitha skuadrat që merren, kemi 3 skuadra që merren me shtrimin e parkave. Do vazhdojmë me Bardhën, me qendrën e fshatit Bardhës, siç bënë në Supe, ku kemi bërë një punë shumë të mirë. Për të gjitha arsyetet që kanë bërë tender, kanë shpikur para, kanë bërë para të cilat shkojnë në vite sa vetë punë, por kemi arritur që në Sune, sot kemi qendrën e fshatit, e cila vetëm materialet e fondit qytetërimit ne arritur të bëjmë një investim shumë të duhur për ata banor, duke shkëmuar në pjesën e shkollës dhe me rangerë vetëm ambulanca, të cilën për vitin 2026 do ta financohet me një shoqat katare, e cila ka bërë modat e katërit, siç kemi edhe në plan për pjesën e stradës. Kryesorja që është ky zë buxhetor, kemi edhe shërbimin social. Jemi kujtesur gjithmonë që shërbimi social në bashki ne kemi qendrën modele dhe qendrën kombëtare e cila merren me trajtimin e këtyre masave të kulturë, këtë mbështetje të buxhet. Këtë vit shpikojmë kemi në masë 70% dhe qendrën kombëtare kemi si gjithë financuar nga buxheti i Bashkisë. Megjithëse ne kemi drejtuar për mbështetje disa institucione të tjera, nuk kemi arritur akoma, pasi këto qendra do të jenë të hapura, kemi mundësi tjetër, do të marrim afër arsye të japë shërbimin gjithë. Po ashtu, tek ky zë kemi edhe pjesën e gjelbërimit të shtetit, se thash edhe para se të ta preja këtë. Megjithëse ne do kemi buxhet për 2026,
2026, ne tani marrojmë pasi marruan pjesën e ndërtimit të OZE, e cila ishte një gjë shumë e domosdoshme, një investim shumë i rëndësishëm për fikën tuaj kalendare qeverinë, kryeministrit që na dha mundësi tani me një sistem kanalizimi, siç është gjithandaj, por na e mundësi që gjitha e pjesat të sistemojnë akoma më tepër dhe pjesë të tjera të çfarë. Dhe rregull të investimet është pjesa më e rëndësishme. Neve gjatë 2025 dhe vitet vazhdim, ndërsa jemi ndërbashkimi që bërë shumë investime në produktore, edhe pothuajse shumë çfarë ka përfunduar ndërtimi edhe sistemi në adaptimi i rrugëve. Për 2026 do vazhdojë mbështetja financiare. Ne kemi buxhetin e fatmesë, ku jemi duke punuar për unazën e kartielit, të uratës, të rrugës, të rrugëve, të cilat janë duke punuar. Gjithashtu, në të buxhetit 2025-2026 kemi edhe rrugë të brendshme të lagjes Prom, lagje e re e cila është lagje Bitonit, e cila është në fazën e tenderimit, është hapur procesi i tenderimit, por edhe pjesë e rrugës që vjen tek bimarketit që ka qenë përpara mbas pallatit të dy pallatet të reja që në prej, do banë. Por, siç e kemi thënë, neve rashtën do ta financojmë për 2 vjet në fazën e dytë, e cila shkon nga pjesa të lëndës së parë deri te ambulanca e fshatit. Si edhe rruga e fshatit drita e fazën e parë, strava e cila ndodhi parë, e cila do testoj që shumë shpejt do bëhet remontuar procedurë për hollin, pasi buxheti është. Kemi rrugën e fshatit Bishtaç, e cila fillon tek rruga nacionale, dhe shkon deri tek sektimi i lagjes së Rripës. Gjithashtu, kemi rrugën e fshatit Pas, e cila është një fshat shumë afër rrugës, me një distancë 1.7 kilometra, kemi menduar që edhe ky investim futet për 2026. Ajo që duam bëjmë është në përfundimin e analizës së tretë fshat, në 2026 ke futur një fond i cili do jetë sistemimin e varrezave. Duke bërë mundur që të shmangin atë blokimin e rrugës nacionale, e cila bëhet gjithmonë kur ka një varrim edhe sill probleme edhe me atë që përdoret të rrugë. Kjo rrugë do bëhet duke filluar nga pjesa hyrëse e lagjes e Prensit deri tek pjesa e mesit ke varrezat, por do shohet deri fund, duke shkruar edhe pjesën që janë pjesa poshtë. Duhet krijuar një parking në krahun e djathtë rrugës. Ma thash pjesa deri tek varrezat, të kemi si makinat që do shkojnë në sistem. Tash investimi i cili shkon shumë 24 milionë lekë, edhe neve do ta financojmë vetë atje. Në lidhje me investimet e tjera që ne kërkojmë për të vajtë shkështë edhe pjesa e unazës lokelit me baron të policia. Aja është në unazë ne kemi quke kodë në njërim, por nuk do të lanë. Vetëm duhet shurbe fjarë, por si që ditë bashkja jonë është një bashki përfituese e grantit të konkurencës, e cila është për performansës, e cila është për tani e gjithë, jemi ndër ditë bashkit për këtë grant. Sot e një shpensa granti është disponibil. Në janarën do bëjmë një shpërndarje të buxhetit, pasi në këtë buxhet është vetëm 2026, nuk kemi ato që janë përfituar. Ata që do mbien në dhjetorit që do gjenerohen janar, do jenë objekti i këshillit të muajit janar, i cili do të lejojë edhe pjesë. Edhe kemi menduar që nëse ne nuk po presim nga fundi të vimit, por do ta fillojmë rrugën e lagjes së Karripit, nga pjesa e nyjës betonit të lidhur me pjesën e Prensit të fshat, do të jetë deri te pjesa e policisë. Është një investim i cili ne në fakt disa po përformua, disa nuk e di. Në fakt, po të kesh ulur atje, disa gjëra nuk e di, krahasim me atë që është ulur përballë jush. Aty ne nuk bëjmë investim, po ta çanim rrugën për zgjidhje. Shikoni si u bën ky qytet. Lagje që pa bërë kanalizime të rrezeta, ne nuk mund të bënim dot investim në rrugë. Ajo lagje me ta mbroj tani. Okej, do të ketë bëjë në merret nuk ka dalë dalë për të buxhetin e 2026. Kështu që ne nuk mund të bënim investim, që investimi do të shkojë në është bëjmë pastaj çaj asfalt dhe asfalt. Kështu që kjo lagje, si gjithë lagjet e tjera të tjerë, si gjithë fshatet e tjera, do marrë mëshirë financiare për të bërë për 2026. Pjesë e tjera të investimet në rrugë të tash, do mundohemi që edhe pjesa që kemi
të sultanit me Gjibridhe dhe parë kombëtar. Kemi një mbështetje deri tani në kuadrin e projektimit të gjashtë, do lidhet me pjesën e parë kombëtar, por ai që ky e dini edhe vendi i për ndërtimin e autostradës që kalon për Maqedoni do kalojë nga fshati Bardhat, dhe aty do shohim muzikë, do kemi më shumë muzikë edhe me ato që në rrugor, të bëjmë ndërhyrje, po dhe pjesë të të. Po të investimet kemi kanë dhe zërën për bashkëfinancime. Ne dhe fakt kemi një dy investime shumë të rëndësishme. Mas e keni parë, kjo është kanali Lignajcës, deri para sa kohësh kur fryrëshe Zhumi ose pjesë e lartë e gjithë lagja e Allitit ishte në përshërsi. Tani ato shtëpi, po e keni shkuar, po jemi duke shkuar në presha. Tani është faza e tretë që ka filluar punë për vitin 2025-2026, është financimi agjësisë pramërës civile që është emergjencë civile, cila ka dhënë financim, bashkë me bashkimit, edhe faza tjetër që ne realizuar për projektin e implementuar, do të dërgojmë nga instituci, se cila do hapë thirrje të muajit janar për të bërë financimin deri te pjesa poshtë lokale të lartë pjesë poshtë atje. Duke arritur me gjithë pjesa tjetër. Pra ne kemi dhënë bashkëfinancime në shumë të konsiderueshme, e cila do jetë burim për financimin e në bujësi, siç kemi në çdo vit të ajo fond të quar si, do fillojmë si vjetë kemi në projekt i kanali që kalon për në vesë të kohë drejtë të shpitetet, se është pjesë që më donë për të sipërfaqe me ujësore cila edhe mbidhet dhe përdoret nga gjithë banorë, por të pasur rrugë do kemi garancimë shumë. Jemi munduar që kanalet të drizë për 2025 paka shumë me ata që janë larguar dhe forca punëtore nga ngelur nuk është gjasa të nxjerrë vetë ne kemi munduar dhe punonësit tanë duke shurur ujë banditës në çdo partë. Po ashtu siç e thashë arsime duke të shetë të tjera. Ne nuk kemi lënë manë dhe pjesën e kulturës, cilën do kemi budget në shumë 3 milion të reja. Do të them që strategjia kulturore dhe ato të mira që ne kemi me gjithmonë janë edhe në kanë bërë krenarë në gjithë të tjerë Tiranë apo në tjera, por edhe në gjallërimin e jetës artistike dhe në qytet, të divovën që i pres shumë. Po ashtu ke rënë diçka edhe për sport, ne kemi menduar që me mbarimin e ndërtimit të fushës futbollit të organizohemi një kampionat lokal me përbërjen e skuadra të cilat jemi duke kontraktuar të ngritur në përçatra apo me shkollat e mesme, që kemi një aktivitet në futbollit, po ashtu dhe pjesë të tjera, pasi të kalqete dhe për atë sportet do kemi mbështetje të ministrisë. Fondi rezervë, cili është një të tjetër buxheti. Në fakt ky fond vendoset më shumë për të mbështetur buxhetin. Disa projekte të cilat ne i kemi projektuar por gjatë patimit mund të shohim, ky buxhet do jetë i detajuar si muret. Por si gjithmonë ne jemi treguar jo shumë human dhe human se s'ke mundësi, por gjithë ata njerëz që kanë patur kërkesa, kanë patur ngjarje të cilat nuk i përballen dot vetë, ne kemi thënë apo nëse do të jetë në vitin 2026. Sigurisht kemi edhe një pjesë të fondit të mirë civil, i cili vjen një pjesë nga qeveria, për shumë në 6-7 milion, por ne kemi dhënë pjesën tonë. Duam që siç bëmë ke lagja të pjesë lokale të bashkëtarëve poshtë lagjarit me kanalin i cili do bëjë punën që mos kemë probleme me ujë në krahun gjatë derit, siç kemi bërë pjesën nga kurora lart. Duam që ta financojmë edhe është financuar për 2005, por ky buxhet për 2025 do të mos gati. Ne mendojmë se si vjen sa të mërijet pranë të bashkisë, bashkëfinancimin tonë, por kemi edhe një mbështetje më të madhe për përket logjistikës apo pajisjeve që ka stacionet sociale. Pjesë e tjera të buxhetit, ne tash jo të gjitha plotësohen buxhet, por duke parë historinë e viteve të kaluara, ne kemi mundur që me fare të bashkisë, me atë pjesë garante që vjen, ta përdoren në mënyrë me licencë të lartë, të bëjnë disa investime të cilat po të thuash në njëherë do të shfarë bërë. Ne kemi bërë buxhet të bashkisë. Kështu që synimi jonë është që brenda vitit 2026, por dhe pjesa tjetër që do na mundohen që gjithë fshatet të kenë një rrugë.
problem një është për strada, një investije të largë të bashkisë, po thujse ka një kosë shumë largë, cila shkon shumë 5 miliardë për e kur. Besoj që me nisën e fazës parë, të lotit parë, me edhe qeveria zona në mojë, pasi do të pojnë 3 kilometrë është se pare bashkëpuar. Unë ka kisha dhe besoj që ky buxhet do marrë një teknisuar. Unë jam i hapur për të dorë kërkesë, cilat do vi nga antarët e Këshillit. Gjithmonë e mira të diskutojmë bashkë për çdo zgjidhje probleme. Jashtë e derdhja, ma vete kapi, ma vete rrugë, ma vete cilat apo një mirë asneve, asa të i vindojë. Shumë faleminderit. La polizia, delle sentire stavano, con i giornali da camminare dentro trofeo. Cosa puoi fare per te? E a fare un po' di ti puoi rompere un granito. Sta così. Sta sonando che tra coppi. Përmiratimin e numrit përgjithshëm të punonjësve e ka 9. Përmiratimin e numrit përgjithshëm të punonjësve të bashkisë, institucioneve të varësi dhe mësive administrative për vitin 2026. Po të shikoni, pra numri përgjithshëm shkon në 325. Keni në administrata Po s'ka pasur rast, atë pasur mërë ose parë. para Pasur pasurimin. me qënë normal. Ka shpropozohet pra që tjetë për vitin 2026, 106 pjesë e administratës së bashkisë, pjesa tjetër shërbime ka në propozim. Ka muri propozim. Thuret me 30% numri punojësve, 20% administrata, 10% nga shërbime. Gjithë nuk kanë punë, gjithë nuk të kërë nga punë, po të marrësh në analizë, nuk duket pak si shumë e tepër bazuar në numrin e popullsisë. Ne tash parë Diskutim. do të sqaroj edhe ju do të lodh. Se ti funda mu. Raporti performancës, si u bë i devaluar, i mori zoi komplet bashkimin në skanë. Ja, i pa. Edhe ne kemi numër 72 që janë aparat, që janë vetë kuadro, nuk janë kështu punojës status, si që thotë në terminologjia, i kemi 72, i që jemi brenda të numërit, pasi duke parë numër e popullsisë, në raport me shërbime, do t'jeni gjë shumë mirë, që ju thoni që janë shumë, thua shumë do thush në argument, pse janë shumë? Jo shumë ke pastrimi, jo shumë ke financa, ne financë kemi 2 punkti marrë, si një marrë akoma, te këtë tërpin se pesa, i shqipë një këtu, janë 4 më të mëjë që nuk e futur, nuk e parë. Po janë 925, i cili këti numër, që neve, qofë se nesë nga duhet i punëtor në paga atje, që mos ankohet Mardoani për qaku, të fusim. Por nuk vazhdoj asë në bretar, asë tjerë, që marrë në nëmë. Jo thoni që marrë në nëmë. Edhe më shumë për njërën që nuk e njohë. Po për njërën që është të bashkë, tokën e punë, shërbimi social, në rjedhnatën, edhe shkohet e uzu një rajtë, do rjedhë në gjume zonja me 2-3 tjetër të e. Edhe i besë që i flasë me këtu. Se e jetë buga të refleksioniste. Dhe du buga. Se e shkën dhe kena komitarë të lërë, a janë rejnë dhe jetë, dhe të lërë buga. Pa shkanë së një flasë shkullë, e nga me vupa. Janë 2, janë një vot, janë me aftushëm të dy, se nuk e me Atë unë nuk, ore, bukën e ke pasur, unë edhe në si shpinë e keme në bukën të sakë, pasë. Edhe a puta kena anë. Unë dhe,
Luan, kemi shtu fasullë, qa bëjmë tani? Ai nuk ka ku një datuar, sa ku një Jo, po vazhdojmë me pikën, pastaj do të bëjmë. Me pikën e numrin e grupit përgjithë të punojësve. Po mirë, unë do doja për shembull që numri I punonjësve tek rrugët rurale, meqense nisja sare është më e gjatë, pra në kilometra ka shumë prishura që jetë numri më I lartë I punonjësve që janë tek mirëmbajtja, sepse rruga jashtë çdo funksion. Autobusët me zi ikin vi të paktën me shtorën e të punonjës. Nuk Me të 3 veta atje, sa më bëjmë? Jo, ato 3 veta. Se keqja është këtë, përgatitur ma bëjmë por atë. Kur filloi jam në parë ata. Nëse jam në tretë, po kanë për të lartë se do jurë. Tani, jo, kemi marrë një, ato një anëvërtarë të aty në banor të strave, kemi marrë një patronet se një punë. Po të romë, kalonë sjellë. Ti më thua, më marrë. Është po më përkaj se. Ka në makinë. Ora më të çfarë vjen në një punë. Është një vend Me verzi. Shëjtë në autobusën për 2 turbina atas. Tani do, jemi një për gjëra valore turbina dhe rrugojmë me drejtorin. Tani numrin e punonjësve të ulli, do fondi se do. Do në ramojnë, qytë. Kene thanë, ishme dhe punë mirë, urdo verë, s'ka punë me që por do marrin qilma. kurse numri I punonjësve me drejtë të qytetarëve, jo se gjithë vendet po kanë numrin aktual I viti apo vitet e kaluar të zaurimi. Punonjësve është një total brenda konkurrave të ligjit. Mund vi për 2026. Era e pjesa e aplikimit të ligjit me Bashkimin Evropiane e vendosja në sistemin HMRSI, që shumë shpejt aty do ketë lëvizje dhe përshtatshmëri pozicionit punës dhe totalisht. A do jemi Bashkimin Evropiane? Një lopatë ka këtu, një lloj me atë tjetër. Po është një përshtatshmëri të përshtatshmëri. Prandaj nuk ka prish. Pasnjëherë në gjithë buxhetet që më ndatuar që 2015 në Gjumër Bashkia, numri punonjësve. Çu ndryshua ligji nga 652 në 189 në 2015. Asnjëherë numri punonjësve si numër nuk ka prish. Po, puna ishte ajo pjesa e parë, që me drejt për 2026 dhe që përshtyru u bë gati që tyre të arrisin pagat, ama drejtata e justifikojnë çik me punë të shërbejnë çik më shumë njerëz. Domethënë ke diçka plus paga maksimale. Prandaj për numrin kodë diskutojmë ne si dhe ne s'po vetojmë. Jo për numrin jam dakord që ti ka propozuar në projekt. E kemi diskutuar dhe në Komisionin e Ekonomisë, që zotit të umblodhëm, se ka pas raste që jemi mbledhur kështu si po të umblodhëm të gjithë. Spatëm dikën tërë që ka qenë kretar komune që ta justifikonte të autobusë që justifikohet të SPB. Kemi pas kretar dhe këshillit mirë. Atëherë, propozim tjetër. Për numri. Në këtë dyshim në rrugës, se pilona në këtë distrikt që numër të ka. Në këtë dyshim në rrugës. Ne kemi gjithë i prapë. Federatet Bashkuar do vi tani shumë, do ketë drejtori Këtë në burg tjerë, se shpejtohen dhe akoma Po përnu për jashtë atë forët ndryshe të gjithë, të shikë shumë, abisëm. Ka lënë në votim kush është pro? Kundra? Abstenim? Ska? Vazhdojmë me pikën 10 për miratimin e nivelit
pagat punojësve në Bashkinë Prenjas dhe Edicioneve të Varësisë. Pra, sipas RKM-s është bërë në Komisioni I Ekonomisë ta kanë bërë me punën e specialistit edhe me imësi dhe me përgjithësinë e specialistit ka bërë me shumë imësi dhe pra vjen dhe propozim për kacë. Po, në Komisionin e Ekonomisë. Projekti ne mendojmë që nuk ka vend për diskutime, pasi aty ishin gjithë nivelet e pagave maksimale. Derisa ne kemi ndërtuar edhe për vitin aktual në buxhetin 2025 që kishin një ndryshim si shihet niveli I pagave me drejta sot dhe dalin do votoj pro të terse mendoj se edhe ky është ato që ata marrin pagat maksimale. Kështu që nuk është propozuar në një sepse ata kontat shqiptarin nuk është propozuar në një që të paguhen maksimalisht dhe ne kemi qenë kontra. Jo, pa qenë rasti kur pagën. Pa qenë rasti gjithë që pagën problemin e rrogën nivel maksimal. Komisioni Shikon asaj dhe aktiviteti deri punëtor tash që po shikon që po punon. Jo, garantitë son kanë kujtë kur punojnë. Të më falni, ç'është po. Të dy e kemi tash, kështu që I janë ditë herë. Edhe kur ne maksimalisht rritet edhe kërkesa normalisht. Normale. Po, propozim, edhe kur mundshëm, kur bëhet fjalë që mund ta marrin edhe këtë parë. Po, se pas me vëmendit të projekt, nga pika 1 dhe pikën 15, është batuar totalisht VKM-ja me rrogat maksimale. Kemi pjesën përkap sanitare, bashkije 420.000 lekë. Po thëmë se do t'ja ulli. Por me një shofer manovator bulldozer të auto me 470.000 lekë se po bie pak maksimalisht. Nuk kanë nuk kanë vendim ose ka disa është në një 2 për shkallë vështirësie. Pra që pra për sa që ne diskutojmë pra ke parë në VKM dhe ose me pjesën që punojnë më tepër, në po thëmë për specialistë. Nëse punojnë ato, edhe në kualifikimi për specialistë në punojnë që gjë. Se të mund të kërkojnë gjitha. Kualifikimin e drejtë. Për të një shofer, me 470.000 lekë, kjo është rritur nga hyrëtar. Për arsye se nuk mund të rrijë manavatori që merr kompania e huaj aty private me 1 milion gjys, do të punojë ne me tani shtori. Tyre do shkojnë 570, do shkojnë në janar. Por prapë përgjithë. Ne kemi kërkuar ata bëjnë një vendim që ta vinë këto pagat e tyre, ne u kalojmë shqip. Që mundohen me qytetarët e bashkisë nga punë e tyre gjenerohen, kalojnë dhe të bëhen me I pagë të cilat do vjen orientuese të jetë nga qeveria, por nuk kontrakte si me qeveria me drejtë të bëjnë një dalë të tekstit se bënon. Tani ajo është e vërtetë, do të çuar. Ne jemi përballë faktit që po I marrin edhe ata që janë hidrolik, po I marrin këtë sistem edhe nga adaptacion. Dhe do I marrin se një është kompor. Për arsye se në Gjermani hidrolik, nuk punon me. Ai që është hidrolik, sa që nuk vjen, që do të ndira me këtë punë, ai do të ishte ose para. Kjo është një gjë që kemi problem gjithë bashkë. Edhe besoj që marrin gjithë nga qeveria. Dhe inspektorët e policisë bashkiake. Ata janë vërtet janë të deleguar. Ata janë me mesë edhe duke trokë. Bilet një pjesë atyre janë edhe duke ikur, janë pra pensioni. Aty po t'jenë në lartë, që tjetër të sënjë. Ata me mesë marrin
se nuk e ndryshon dot, është akoma viti 2020. Besoj, jo, nuk e, do të shohë të Dali lekë se po nuk rezervohet. Ca ndryshimi ka sanitare në qendrat komunitare dhe sanitare në bashkisë. Aja sanitare. Sanitar bashkisë ka gjithë bashkinë. Ruhet edhe mund të tyre që vinë punë. Ne ke pa që në gartën. Hajde, futu më të herë për të bërë herë, me thotë, por BKM është realizuar 100% të punësit administratës që kanë masën maksimale 27.000. Po për qellet, të duketorët qelleve, Ka ligje, po. 100% që ka BKM. Ligje janë zbatuar 100% BKM-ja. e me klasë. Ja si pas Po, klasë. që të gjuar në ditë. po. Bëjmë rast tjetër, ka në votim, kush është pro? Kundra? Abstenim? Ska? Njëtohet, falendrit. Vendim për miratimin përfundimtar të programit buxhetor afatpesën 26-28 të buxhetit 2026. I ka një mëdhit vendim. Buxheti. Sa leke për 2026? E kushtëzuar e pa kushtëzuar e ardha, sa? Atëherë, buxheti i bashkisë Prenjas, buxheti 2026, siç ju e keni transparent relacionin e buxhetit, target e bashkisë janë 138 milion. Transferta e pakushtëzuar është 304 milion dhe transferta sektoriale vazhdon të jetë me 7% rritje, që është 166 milion e 600 mijë lekë. Në total buxheti i bashkisë Prenjas shkon në vlera 609 milion. 609 milion. Po, nga këto janë detajuar shpenzime përkatëse në paga dhe sigurimit, ku përfshihet të gjithë programet buxhetore që posedon Bashkia Prenjas, ka programe që ne vazhdojmë të ruajmë nga 2024, 25, 26, mendojmë që nuk do të lëvizim programe buxhetore, edhe paga dhe sigurime shoqërore shkojnë në 394 milion lekë. Ktu janë dhe shpenzimet për fondet e deleguara, siç janë tek arsimi, rrugët, pyjet, bordifulimi. Edhe pjesa tjetër mbulohet për pagat e aparatit. Shpenzimet operative, këtu futen shpenzimet operative, futet edhe energjetik civile, futet edhe fondi për fondin rezerv, futen edhe fondet e transferuara, siç janë qartu apo shpenzimet e tjera, në shumën 124 milion. Përfundimisht, pasi keni kuptuar gjithçka, sa lekë mbetet? Në është detajuar burimet në shpenzimet Sa mbetet? Kemi kaq nga transferta, kaq nga taga, dhe pastaj kemi kuptuar ta, të paguar paga, sigurime, gjitha mëra, sa lekë mbetet? Nuk mund të jetë lekë, se kanë shkruar, i kanë zgjeruar. Buxheti barazohet, ka ardhur në shpenzime. Pra paga, sigurime, e gjitha nga për investime, sa lekë mbetet? Janë futur dhe shpenzime kapitale. Po gjitha që sa lekë mbetet për investime? Për investime është 23% që vendin. Sa lekë? 90 milion. 9 milion lekë. Po. Pra, nga 600 milion, 9 milion lekë me për Investime. Këto flasin nga investime vetëm të vitit 2026. Ka përmendur investime që kemi në faza buxhetore. Po, okej, po kemi edhe investime që janë në dy faza. Pra, mbetemi 600 milion dhe investojmë 9 milion. Po. Çfarë vetë kemi marrë bashkime? Çfarë do? Nuk janë përfshirë investimet në faza 2-3 vite buxhetore, të cilat do pasqyrohen janë me buxhetim nga ky vit që jemi aktual, edhe do të përfundojmë në 2023-2024.
Unë po them të skrit pra, po them pra, si të bëhet 9 milion lekë. Nëse realizon 100% bëhet 9 milion lekë, sepse po realizon më pak të bëhet 7 milion lekë investime. Jo, nuk po me të tash, sepse unë kam. Do realizojnë të gjitha ato që ky është Unë thon, dakord të transferosh do të vi, do të vi. Unë po them lekë që ti më ndërrosh. Dhe do pas këtë po ti ju dire se bëhet 9 milion. Nuk është futur vetëm investime, ka investime nuk është futur vetëm nga taksat. Investimet i futur edhe nga transferta. Ka do të futur edhe paga. Çisa, 9 milion lekë bëhet. Po kjo është investim. Unë do të realizoj këtë. Nuk po e gatro, po shëron për me të tërë. Çfarë është planifuar të realizohet? Kish pra unë pash këto dhe nga që kanë grupët shifrash dhe këta, sa në këto, sa këto, qanë beqë. Okej, unë po të them, 394 milion janë paga e sigurime. Po, 124 milion janë shpenzimet operative, po. dhe 90 milion janë investime. Mos nga trove shqipët se... Nuk janë investime që kemi në faza për përpara. Është gjatë bizonë. Është vlerë shumë e lartë. Është 24.3% të buxhetit total. Dhe nuk ka asnjë bashkë tjetër që me këtë bashkëtimin ne. Po, shikoj tek Arsini, nuk e planifikuar asnjë gjë. Ligji 69/2012 deri 28 të thotë. Kancelarita. Jo kancelarita. Jo pra, jo se thot bashket punon institucion arsimor për zhvillimin e tyre profesional për zhvillimin e kurrikulumit. Të thot, pajisje në institucionet arsimore me mjete mësimore. Ligji 69/2012 të ndarë të bën sipas ligjit apo e bën sipas detyrimet që keni ju si ata të tyron ligjit. Sa i përket, unë të thash, shpenzimet e arsimit. Do të bëjë të lave se llojin Të detyron ligjit. Jo pra, ligji 69/2012 deri 28 që ka thënë. Përsa i përket arsimit, ne ngurtojmë shpenzime operative duke futur mirëmbajtjen e shkollave, rikonstruksioni i shkollave, kemi bërë shkolla të reja, Edhe shkolla në buxhetin për. Të gjitha Gjithë për. Sa në themi dy gjëra, me dy ka drejt, po çu sa tek vjen për. Ka do të kthehen çik pra. Do të thonë, çfarë u bën në 2015 deri në 2019? Sa ne u bën investime nga prapë për. Edhe pezin përpara do thënë. Nga 2019 i kam marrë përpara. Deri tani. Sa rrugë çfarë është bërë? Është bërë fotodesh. Është bërë rast. Është bërë qusnërbe. Është bërë strosa. Është bërë shkumbim. Është bërë gura. Do bëhet rashën administrative. Të gjitha skrosta, të gjitha këto janë bërë në kuadrin e 8 viteve. Do të thotë që ky buxhet, se buxheti kur thotë transferte pa kurzuar, jep bashkisë. Mbarojmë çfarë. Çfarë mund të shkëti? Un kam i marrë në rrugës. E kemi marrë po. Çfarë ke pastrim? Se këtu nuk do të ato investimet, janë 124 milion që janë që të shërbime të tjera. Tani lidhe me shkolla. Kur ka ardhur kryetari në detyrë, i ka gjetë pa gjallë, i ka gjetë pa baj, i ka gjetë pa stupa. Sot gjithë shkollat ka territori bashkisë, megjithëse ne kemi rezervatora për arsye se ka shkolla që ne çojmë grua edhe ngrohen 5 zonës, edhe numërohen aq sa duhet të rrugë një kot. Po kjo është histori që e zgjidh ministrimi pas territorit. E dyta, shkolla si ka qenë shkolla e Flutrës ku ka vajtur. Kur ka shkuar te Flutra unë i vite në qabu, qiu. Ndërsa Suva s'kishte fare. Sot gjithë është shkolla. Pse ne kemi mulur kam që kur bëhet furnizimi, ne do bëjmë furnizim për Flutrën e xhep. Ne kemi bërë furnizim për të marrë shkolla. Edhe sot,
Si e keti atë shkollën sude? Si ishte korti? Po jo të shkoni ju me shikoni, kemi hedhë ne, po ne për hedhim tu, ju nuk e shihni këtu, se thoni shpretarët e disë populariteti. Ose shih. Si? I shka shveri, shkona na gjini ti martoj, bëni kalamaj, që bëjtaj nga shkolla. Unë vetë 3 bora, në Piruj zotë ku i kam nuk vetë të shkolla. Kujtë, që ne? Cile gëgëm? Por e do mjë të nishtashi, do vinë qytet brejnës. O të qënë duhe. Po qa do mjë? Ti e mësus vetë, qatë si i bëshëm shnajbëri? Si bëshëm, bëshëm para njëri me lo. Se kilo ma pome me lo dhe të smitë. Nësë usin i vinë të qytet, në që përtopoli, po e ti qojnë edhe kamunarë, të bjerë të shkolla një qajtë, ka do njerë. Kjo është me dio nuk e pa e ka me drejt, po të strashe njerë për investime. Për investime njerë po. Objekte të reja për investime unë të tashë time, që do jenë pishkashi, rashtani, fanja, edhe pjesë e drite. Edhe qytetë dhe të kompletë në qytetë. Po numërojnë për i vite, ka procedurë prokurimi, ka administrati, ka punuar edhe unë duhet i falenderojnë edhe shqyture, se përra më përpunë. Jo se Shqipëri punohet më shumë se mbashkë e presit. Gjitha ne e kanë të ne kemi punuar, sa kemi ditë. Kemi punuar mos bëj gabime, mos bëjnë shpërdorime të ndekse, i kemi një për mbrapa. Jemi vetëm bashki ka karburant tjetë. Karburant, kush e ne karburant më të? Ne jemi vetëm bashki. Asnjëri nuk ka shans bëj për të marrë fotar për një moment. Se, e gjithë karburant ka vajtë për rrugë, ka vajtë për kanale. Kur e në këtu e gjitha zalë parë. Jo karburant, do që marrë dhe rrotën e makinë. Kishë e latë për pika. Ka tjeme, kësë nuk e më rrështë. Ose se më rrështë, ose bërë që të njështë ke halë ka bërë në politike. Trotuare vjen frikë, se u bërë në të bërë. U bërë kanalizimi, edhe të hapet kanali, se do të dhe tuba. Tuba po sojtja të si. Kune frishpa, dhe në bërë që të bërë të më qotit. Ato që e rrije për të bërë Jordani, u ishte vetë. Si e bërë. Si? Ore pëse su me o plot. Kuj qoj e kalamaj për luti përbara? I qoj e kalpeti? Të s'kish i këllë gjojrash? Kuj qoj e më shkoj e ti e kafe i deduru kalpeti s'ki ku bitë kalamaj? Sot i ke 5 këndellurë shëtë. Kush i bojt, i bëndarë të bashkës? Nuk i për amë, si për nga lete fisi. Shpenzimet kapitale, që janë listuar investime që të bëhen. Te kjo listë panja nuk ekziston. E kemi bërë lista prioritare. Nëse kemi të. Kush e ka? Komisioni Ekonomisë. Duhet ta kemi listën e prioriteteve. Është si ajo? Ku është? Është materiale. Jo, to ishte. Ku është? E ke pasur ti të pjellë. Nuk e kam parë. Ka është përmendur aty i kemi të gjithë investimet. Mirë, të bëjmë pyetje me çastën e mirë. Keni shpenzim për sistemimin e kafshëve në cake. Çfarë presupozohet të bëhet me këtë? Asgjë do bëhet. A ke vënë të zonë atë? Nuk e vjen për të diçka. Ne po dalë në bukë ju gjë. Po tani ku do të shkojë? Të zë. A do i keni? Nuk përdohet atë. Do të fare. Maja të vëj. Sa mund të bëjë në cent pas. Do të bëna han. Rogër kamera të bëjë pile kretarë. Është kjo shpenzime për mirëmbajtjen e faqes në publikimin e vendimeve. Jo, kemi detyrim ligjor që kemi nënshkruar marrëveshje me faqen. Edhe një gjë doja të shtoja, unë përgëzoj qendrën e kulturës, ose drejtorinë e kulturës, për aktivitetet në ndryshme që bëjnë. Kemi shtetin, nuk e bëj vetëm. Nuk e mi dallues atë se ku ju mi kemi. Ato janë kryetari bashkisë. Ata se mi dallu do ditat e tjera. Ku ka ardhur unë, qendra ishte lodhur. Që unë çelsi.
Unë kam thënë. Propozoj bashkim pra. Po pra këtu, Bashkim po. jo mua nuk do të them bashkim. Asnjëri të nuk vjen të vi daulës. Projekti një nga. Edhe kalamar, edhe që unë i shkoj. Jemi i vetë bashkë si çoj vetë. Sa e pa daullë të bash, po, shkon në Shkodër, shkon atje bravo. S'kemi lafë të bashkuar. Nga ngeli shamia dorë. Tjetër. Unë kisha një pyetje. Ja, s'kam bërë. Desha të bëj edhe pyetje në lidhje me këto siguracionin e mjeteve bashkisë, transa vjetore, kualifikime. Nuk le dash rrugë, ti dhe je private pra. A kryen, a janë bërë. Po si të krye mos le. Jemi prit në bashkitë që kishin detyrime. I kemi rezervuar për herën e 2019 vetëm Ishte të përdarë këta pjenë. Sana, më mirë të sa detyrime të bëhen sa rrugët e sa investime, sa rrugët, besoj se janë të dukshme, janë çdo instrument, edhe në çdo faqe do të shkelim ato rrugët që janë bërë, se besoj se bashkia ka marrë vërtet një iniciativë për bërë rrugët. Edhe ka realizuar. Dhe shumica janë ato të bashkisë. Jo shumica më të Pa, tjetër shka. Ka njëri tjetër. Kiste prioriteteve që kemi avancuar, po e mbështesim atë. Kjo është miratuar në Kudalla, muzika nuk shoqën atë baja. Janë miratuar në Ministrinë e Financave, i kemi miratuar në Këshillin në klasat që kemi kaluar, edhe kjo është lista që ka dalë e miratuar nga Ministria. Janë çuar gjithë në buxhet. Ne vjetë parashikun një fond për Shqipën dhe ikëm në Kroaci, mos e të. Po këtë vjetë që është të amikun dhe i fond? Ti isha në Kalojmë në motiv për hak, me qësë si dhe për Kalojmë motiv për pikën 11 për shëshprov. Abstenim, s'ka, miratojnë, vazhdojmë me pikën 11 për miratimin e kalendarit të programit buxhetor afat mesën 20 e Atëherë, unë është pra, shikimi të bërë, kundra, abstenim s'ka miratore. Për nxjerrjen jashtë përdorimit, pra materiale të inventari jashtë përdorimit për shkolla, bashki, gjitha institucionet në bashkisë bashkisë. Komisionet për kase keni pas si pas shkollave, si pas institucionet kanë shkuar komisionet pra për materiale që janë dëmtuar. Siç ndodh gjithmonë bëhet rrugtimi i tyre në komision, po sa të merat nga kemi miratuar profesionalët dalje të tilla. Kam bërë ligjit të udhëtimit numër 3, është ndarë patrullo rive për kase, komisionet janë ndarë për njësisë edhe për bashkinë, sipas grupeve që caktuara në urdhër. Kjo është vlerë totale prej 7.589.000 lekësh. Do dalë në jashtë përgjithë. Si çdo vit pastrojmë shtëpinë,
Atëherë kush është pro? Kundra? Abstenim s'ka miratohet. Pa, se na intenzioni scientifiche, direttive non serve, dice politici, tentativa non serve. Se da un buon vede, poi. Volevo sentire, non so, na shqyet në shqyt. Se e pak në shumë bëjt treflet. Bëjt treflet. Ti thua që administrata janë të rritin e të shikojnë, për ne që jemi më të rritë, se këto është me gruposha është. A syze nuk i në zonë të muza. Po të ta që pa isë rëti. E që se e këri për kaj të popla dhe shumë. Por, vazhdojmë, që ato duka më ndryshe kemi kontrata që na jep për shkollën Lilaver Mezha në Çukës, për arsye se njëra nga godina vazhdon të jetë dëmtuar, Lilaver Mezha, po. Dhe për shkollën dhe për kontratë shërbimit publik për pranimin o demonstrim trajtimin e mbetjeve. Po, para kësaj. Ika ta kështë të në mërë. Për mbetje, po. Lot ka. Ajo është një kohë. është Atë ku të mbërë, marrëm për datë të ditë në lejtë. Edhe duhet të kesh kontratë tjetër të të prapë një nga. Dhe në fjallë të mujtë të shkurë, pasaj prapë do që të të a i përdjevu i digën ata dhe të sojme të jetësimal të tjenjë. Pa edhe me klasani ajo të vera, e të 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 E me skumbini për po. e me skumbini të të Isha të bëjsh ku këtë ajde ju bojë. Jo me një jo me arë. Por arsio të këtë një ajo shumë. Ka zanë në rrugë, e ma të vojë dhe më të dorë. Edhe vite për ju. Vite për ju. Vite për nali. Po se plak. Po se mbaj. E bomba të lartë e hojtë, e bomba të se të bojë. Po, atëherë. Vazhdojmë për menaxhimin e mbetjeve pra, vazhdojmë ka mbaruar kontrata shikon me reja. Pro. Ka votizash? Pro. Kundër. Abstenim. Ska miratohet. Pika tjetër për marrjen me qera të mjediseve për shkollën Lilaver Mezha Çukës, deri që ka është për të siguruar që normal. Pra, ka në votim, pra, kundra, abstenim, s'ka miratohet për mbashtimin e prijeve. Është pika e fundit, po e pak një materiali sqarues ishte shumë i detajuar tani me pikë, me presje, me pra lumë mushtrit tona. Ka në një diçka përshtuar do të për llojin e Mund të në të të gjërë. Këtë që sqarojmë se ka marrë informacion. Llojin e temës. Është ekonomia normale që ka shtira rejtë. Që të përfali për që në zonë të manë. Në një kilo ka pas përshën zaka dhe sakë. Dikur për adin në vetë ka shenë konzmisore, të aja të janë këtyre që këtyre. Të të janë. Janë bravo që përfali që janë këtyre vali. Po, janë këtyre në toka jo produktive. Pra,
është bërë me punë dhe doli kjo për u bë kjo. Është miratuar shumë përpara për të bërë, tani miratohet ju bë. Dhe ne ekonomikë që janë dhe një atojmë vënje që të vazhdojnë. Kjo zonë e madhe që do të patjetër saksimi këtu që të shkollon të do, po të bëjë saktuar gjithë. Tani është bërë kanë. Da ty ku është të lëjmë shatë të lëjmë, po do të të Jo, kisha një kështu që do jemi neve pjesë e paketës maleve. Pakete maleve nuk është pjesë ne kemi çuar hartën e paketës maleve, ne kemi shumë preveri, por pakete maleve të shpejt që të vërtuar nga njerëz, sa po të na hapin lekë por investim. Pakete maleve është investim ligjore, edhe çfarë kanë për bërje. Ka nëse ti ke një kohë. Ti hejtan sistemin neve. Ke hajde që punon. S'ke boletra. Nuk e problem me kuvitarë. Do të bëjmë çfarë të bëjmë. Por që është edhe zonë për të zhvilluar rrugë. Jo po të mos. Tani se ata bien e kanë abikuar njerëz që nuk e dinë atë. Ka ke futur në kushën, ke futur ralligozin, ke futur gjithë. Ora zonë mbrojtje mund të bësh, por nuk do bësh ndërtime. Po ke toka bujësore, zonë mbrojtje, kjo toka bujësore. Ama janë toka bujësore, jo pyll. Jo pyll, tu ke njëri. Nëse ke ti, të shtëpia jote, ke tokë bujësore në harë, që ka qenë në 91. Fond tokë bujësore, dhe sot është pandar akoma. E cila për shumë arsye nuk është ndarë. E thamë shkojë fundit pakete malë është për vërtetin. E thamë në shkojë, e thamë do vi të marrin ata. Mos ka para, sepse kanë gjetur ata. Po, sinqerisht faleminderit. Jeni që e ngarkuar me shumë sport, me qënë se materiali jetë në kohë studiuar nga të gjithë dhe të gjithë ishim koshiem për ato që ngrimin dorë, unë ju falenderoj dhe ju prit pak financa tutër, edhe njerë. E odhëm pra, në ndoshë. Dhe pika të ndryshme, për pikët të ndryshme, do shikosh papën me kryetarit të fshatit dritave, strani, papën. Se vjetë zotit të prejë, një mundësi sepse është fshat i largët, zona ka shpje geografike madhe shikoje pak në si. Pensash për mosh. Pra shikoje pak për muajt të vazhdim, për vitin të vazhdim. Edhe një falenderit, qofshim mirë,